Në prag të zgjedhjeve të kryetarit të Partisë Demokratike, ish-deputeti Ervin Saliani ka kërkuar zyrtarisht nga organet drejtuese të Partisë Demokratike të Shqipërisë që t'i mundsojnë pjesëmarrje në garë përballë Sali Berishës. Përmes një letre drejtuar strukturave të partisë, Saliani kërkon anulimin e 2 vendimeve që e prekin drejt për drejt, përjashtimin e tij nga partia dhe përjashtimin nga gara për kryetar. Sipas tij, këto vendime janë të pabazuara pasi ai nuk ka shkelur statutin e PD-s. Në demokraci nuk ke mundësi të zgjedhësh kundërshtarin dhe ndaj për mua nuk përbën asnjë problem që kandidat të jetë Sali Berisha dhe për këtë arsye nuk kam asnjë kërkesë procedurale për ta përjashtuar atë nga gara. Ai të jetë në garë bashkë me aleatët e tij Edi Ramën, bashkë me varësit e tij, bashkë me komisionerët e tij, si dhe bashkë me bashkëpunëtorët e tij në krimin e organizuar dhe unë do të jem përballë bashkë me demokratët në një betejë të vërtetë elektorale, shprehet Saliani. Saliani ka qenë aktiv muajt e fundit në takimin e të vendin ku ka kërkuar hapjen e partisë dhe ndryshimin e leadershipit aktual. Kjo lëvizje e tij brenda strukturave të BD-s ka sjellë përplasje të forta me drejtimin e partisë. Për këtë arsye, kandidatura e Salianit nuk është pranuar nga struktura drejtuese, duke e lënë Berishën të vetmin kandidat në garën për kreun e PD-s. Zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike janë planifikuar të zhvillohen në 23 maj, ku pritet të votohet për drejtimin e ri të forcës kryesore të opozitës në vend.